Pushtetare, biznesmene, bandit. Aty ishte bordi ku ndaheshin pazaret, qokat, parat publike, tenderat, pengmarrjet, vrasjet, azjësimet. Pra e gjithë këse kemi tani të shkoshtit, si mund të bësh 300 apartamente, më ku? 300 apartamente, 2 jate, flitet që janë pronësit e Belinda Ballukut. Çollaku, atje ku të shkojë Balluku nuk lundrojnë jahtet. Mund të quajmë që de facto Balluku ka marrë para nga kartelet se ato investuan në Shqipëri, në Tiranë, se të shkushe këto kulla që janë kaq të mëdha dhe janë gjitha bosh. Jo vetëm Balluku. Njeriu kryesor i lejimit dhe shpërndarjes së pasurisë është kryeministri i vendit Edi Rama. Natyrisht që është Balluku. Është koordinatori që e gjeti shtekun e largimit për Gjysegasi. Ishte, le të themi, mbledhsi i kërkesave dhe shpërndarjeve të tyre në negociata dhe në dakorsime kreore e kësaj regjie që është kryeministri i vendit. Kjo është parat e trafikut të kokainës, e Amerikës Latine, Evropës, kudo që mbledhi. Tani ne ishte bërë dorëse si dispečer kokaine. 5 kg për 3 vjet, po çfarë? Po dhe nga dora mund këtë rënë duke ikë aty 5 kg në tokë. E kanë gjetur rastësisht. Nga bananët, ja. Pralla tani e tallën, me kë e bëjnë të ironik ta. Ndaj them që gjithë kjo para e trafikut, ndaj organizatat kriminale dhe mafia ndërkombëtare janë në gjitha në lojë në këtë histori. Ndaj përballë është shumë agresive, është shumë e fortë. Ndaj dhe partnerat që e dinë shumë mirë se kë kanë mrapa. Nuk është vetëm Edi Rama, është pengi i mafias ndërkombëtare. Se këtu ke Ndragheta, ke Sinaloa, ke Sacra Corona, ke Camorra, vetëm si emrat të trondisin. Lere më pjesëmarrje, lere më investimet që kanë bërë, pasurinë që kanë hedhur, miliardat që kanë ndarë. Dhe ata kanë pasur përfaqësuesit e tyre zyrtarë tanë publik. Zënës kryeministër, ministra, kryeministër, në ato materiale që vinë duke ushtuar dhe vinë nga burime të aleancës, të tillë grupe kriminale, grupe ndërkombëtare kriminale, zoti Çollaku, mbase e gjejnë penetrojnë në vende